Tajtë në Prizren është organizuar nga Fakulteti Filologjisë të Universitetit Ukshin Hoti me poetet e Prizrenit, promovimi veprave letrare të poetes dhe artistës shqiptare dhe shkrimtares qame Miguel Flor, në një atmosferë të ngrohtë kulturore e letrare, e cila filloi me vallat e bukura me koreografin Zotëri Blerim Gashi, e ku në këtë event të nderuan edhe shkrimtar nga Shqipëria si Agim Gjeka, Alfons Zeneli, Agim Bajrami dhe Hava Muçollari, dhe pena e njohur Gëzim Ajgeraj kishte dërguar një recension pasi kishte një rast familjar e nuk arriti të ishte prezent, kurse për librin folën edhe profesor doktor Muharrem Gashi dhe Shyrejt e Demaj. Së pari, dekanja Fakultetit të Filologjisë, profesoresha Vjollca Dibra, tha se fuqia fjalës artistike dhe roli i letërsisë në ruajtjen e identitetit ton kulturor dhe veprat që përcjellin krimtarinë autorës Miguel Flor. Falenderoj Miguel Flor për praninë dhe për kontributin e saj në letërsinë shqipe, si dhe të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij aktiviteti. Për ne është kënaqësi e veçantë që sot të mirëpresim një autore e cila përmes krijimtarisë së saj sjell ngjashmëri artistike, reflektim njerëzor dhe vlera të çmuara kulturore. Letërsia ka fuqinë të ruajë kujtesën dhe të ndërtojë ura komunikimi dhe të afrojë njerëzit edhe përtej kufive gjeografik. Kjo lidhje e veçantë reflektohet bukur dhe në poezinë e Miguel Flor, qame kosovare, kushtuar Prizrenit e Kosovës. Në vargjet e saj gjejmë dashurinë për vendin, kujtesën historike dhe ndjenjen e përkatësisë, ndërsa vargu është zemra vetë që rrugën gjen, sepse jam qame kosovare, shpreh në mënyrë të mrekullueshme lidhjen shpirtërore mes qamërisë dhe Kosovës, mes traditës dhe identitetit tonë të përbashkët kombëtar. Si institucion i arsimit të lartë, ne besojmë se promovimi i librit dhe i krijimtarisë letrare është një nga mënyrat më të mira për të kultivuar kulturën e leximit, mendimin kritik dhe dialogun kulturor. Po kështu njëri nga organizatorët Qazim Thaqi falenderon autorën, miqët e dashur nga Shqipëria dhe Universitetin e Prizrenit. Të falenderoj së pari dhe natyrisht merit të jashtëzakonshme ka zonja Vjollca, e cila është me ne, e cila bashkë me rektorin Alishani, jo që na mundsuan, por na thanë sa herë që ka nevojë do të jemi, do të thotë për autorët shqiptarë, sidomos ata që janë në diasporë. Poezia e Miguel Flor është njëra nga poezitë më të fuqishme, e cila po hyn fuqishëm në poezinë e sotme shqipe. Duhet i falenderojmë mysafirët të cilët kanë ardhur bashkë me Miguel Flor nga Shqipëria, poetët e Prizrenit, të cilët dhe duhet kërkoj falje për dy njerëz, të cilët më lutën të kërkoj një njerëz. Fjala është për nënkryetarin e komunës Prizrenit, Kujtim Gashi, i cili për disa shkaqe nuk arriti të vijë, deri tash po vijë, për momente të caktuara nuk arriti të vijë këtu. Dhe po kështu rektori ishte këtu te dera dhe tha jam përmbutur për në Prishtinë, bën të më falësh. Unë i thash Vjollca, më morëm vesh se s'mundesh, mund të shkosh natyrisht. Këta dy t'i falenderoj, por dua t'i falenderoj dhe juve që jeni këtu prezent, natyrisht njerëzit e kulturës, njerëzit e penës, dhe gjithë të tjerë. Për librin e shkurtër të mbajtën fjalë dhe profesor doktor Muharrem Gashi dhe poetja Shyrejt e Demaj, kurse vargje recituan i madhi Agim Gjeka, Agim Gashi dhe Alfons Zeneli. Është poezi psikologjike, më shumë se sa poezit klasike që i njohim të gjithë ne. Dhe edhe me bindje këtë. Veç asaj, është edhe vrulli i saj për një kohë të shkurtër që u fut kësaj rruge, ajo është ekonomiste, është financiere, dhe u fut një rrugë që ndoshta s'ka lidhje fare me poezinë. Po hyri aq vrrullshëm, sa që do ta krahasoja me ata notarët që rrinë me vite bëjnë stërvitje në përpishina dhe në liçeje edhe tetra, dhe pa pritë pa kujtuar, vjen dikush thotë ta provoj dhe unë një herë këtë notin, e provon, futet në garë dhe dele para. Miguel Flor është specifikisht multidimensionale si poeta, ka parasysh këtu temat që ai rrok në poezitë e saj, dhe duke mos e cënuar as pak nivelin artistik, duke mos cënuar figurën, pasi dihet domethënë që ka tema të cilat janë të ekspozuara ndjeshëm ndaj rrezikut për të firuar figurën, për të pasur probleme me figurën,
siç janë përgjegjësitë sociale apo nacionale apo politike apo ndonjë. Por të gjitha këto Miguel Flori ka kaluar me shumë sukses. Është një fushë sheqer dhe natyrisht ka aspekte të cilat janë nga më të ndryshme. Mirë po kam dhënë figurën e krahasimit që ka përdorur Miguel dhe kam shquar si të them kë. Në rast përpara jam ndarë te binomi çame kosovare. E tha edhe një parakodës për identitetin të gëmimin ose për imitimin në identitetin që është i njëjtë. Do të thënë si ande dhe këndej, nëse flet Miguel flet edhe kosovar, nëse flet edhe nga Tirana ka të njëjtin qëllim ose të njëjtin ndjenjë. Mirë pa ajo që ka shquar ose më ka tërhequr më shumë mua, pikërisht është krahasimi. Do të mundohem ta shquaj së pak. Kafshat që s'ka përdihet, është për vlla Mjerimi, kafshat që të mbetet në pyt dhe të zet trishtimi, kur shet fytyra të zbeta dhe syti e shita, që të shtrinë duart e mpita, dhe ashtu të mpinta prapatejnë besin të tanë jetën me vetë derisa të besin. Miguel Flor është ajo ura lidhse e shpirtit të gruas shqiptare. Është ajo bukuria e moshës, e vuajtjes, e përndjekjes, e dhimbjes të gjitha të kthyer në art me poezinë e Miguel Florit. I uroj suksese të mëtejshme. Faleminderit për ishit. Shkrimtari i madh Gazim Ajgera shkurtimisht e lexoi nga Hava Muçollari, ku në mes tjerash tha: në peizazhin e letërsisë bashkëkohore shqipe, vëllimi i nënt i autorit Miguel Flor, titulluar Fjala ime si koka e Meduzës, shfaqet jo thjesht si një përmbledhje poetike apo një mozaik esesh, por si një manifestim i mirëfillt. Autoria ndërton një urdhësi midis mitit universal dhe atij autokton, duke thirrur pranë bean e butrindit dhe gjarpërind e saj rojtar si dëshmi e një kujtese kolektive që mbron vlerat e vërteta përmes një frike të shenjtë. Flet me rrënjë, me shushurimën e udhimve shekullor, me detin jon, me eshtrat e varosur, thellë në kujtesë. Sot të lutem mos u derdh në val, për disa u bëre mendimi i artë, për disa thashë theme pa pesh në fjalë. Së fundmi me një fjalim tepër prekës dhe përmbajtësor falenderoi autoria promovimit të librave Syrin e bën planet dhe Fjala ime si koka e Meduzës, Miguel Flor, i cila disa herradhazi u ndërprej me duar trohkitje. Vi me këngët e Çamorisë dhe me poezinë time, thurr kuror për legendat e kombit, Isa Boletini, Adem Jashari dhe gjithë burrave kosovar të cilët erdhën gjaku për Kosovën, për Shqipërinë. Vi nga jugu im, për qafoj veriun tim, të puth ballin e poetëve, për shpatër Dardanis, vi me krah Shqipeje, erdha me krah Shqipeje, të shoh për qafuar, ti binjakët të një nëra. Çamori Kosovë, dy heroina Kur ju Dardanët ikët nga trojet, nga flakët e rufeve të kohës, ne vëllez rituaj në jug, lotonin për ju, dhe me zërin e zemrës luteshni. O Zot, mos paqim fatin tonë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.